Përshëndetje Ariola. Unë punoj në grup Regina. Jam pasicjere këtu. Tani jemi në sezonin e festave. Po. Çfarë preferojnë klientët? Klientët preferojnë tradicionalet, baklava, kadaif, ekmek, shëndetli, revani. Këto janë më të preferuarat e fundvitit. Me preferuara besoj se është baklavaja, tradicionalja. Tani ne në furin ton kemi vënë me pistakjo, me ara, me krem, baklava, krem edhe ara bashk. Kështu që po më e preferuara këtu është baklavaja. Cili është sekreti i një baklavaje të mirë? Cilësia e çdo produkti. Petët, bezët, arat, gjalpi mbi të gjitha, këto. Tani klientët në krahasim me më përpara preferojnë ta blejnë baklavan dhe më përpara. Po. Sa mendoni se? Sepse jeta është bërë më e vështirë në shtëpi tani me punë, me fëmijët që kanë çdo familje, oraret e zgjatura të punës, besoj se e kanë më të lehtë të vend ta blejnë. Edhe më e mirë është, po dhe mundimi i tyre bëhet më i lehtë në shtëpi. Çfarë risi shtëria keni futur ju në pasticerinë tuaj? Që mund të kenë klientët? Çfarë ëmbëlsira? Tani llojet e ëmbëlsirave, cheesecake-ët janë portokalopita, gjëra të ndryshme, në fjalë, ëmbëlsira të ndryshme që unë kam shumë kërkesa, kam prenotime shumë. Në të gjitha llojet e ëmbëlsirave, si shëndetli, portokalopita, ekmek, baklava, edhe me pistakjo, që është një çik më e shtrenjtë, po që është edhe cilësore shumë e mirë. I kërkojnë klientët gjëra jo të zakonshme? Jo, nuk kam. Jam pra të gjithë klientët tanë janë tek tradicionale, si gjithë shqiptarët e tjerë. Çdo familje shqiptare që feston me gjëra tradicionale vitin e ri. Uroj që ky vit 2026 të jetë për çdo familje shqiptare një mbarësi, burim lekësh sa më shumë dhe shëndetin mbi të gjitha. Mirë se erdhët në Regina Bakeri. Tu ndodhim në sektorin e bukëbërjes. Unë jam Niku. Tani sot do të flasim në tërësi për bërjen e bukës. Atëre, buka ka 6 hapa themelor. Brumëzimi, hidratimi, fermentimi, pjekja, edhe bërja, punimi, hapja e bukës. Po të flasim të parën e kemi tek brumëzimi. Në brumatriqe hidhet mielli dhe ujë, majaja më vonë hidhet kripa. Kripa për arsye duhet hidhet më vonë sepse ndalon procesin e glutenit, do të thënë ardhjes, hyrjes së bukës, së brumit. Mbas kësaj është matja, cilas mund të quajmë hidratimi, mund të kaloj dhe në fazë të parë sepse është raporti ujë-miell, që është shumë domethënës. Raporti ujë-miell fillon nga 55 deri në 75% hidratimi. Dhe kjo pjesë hidratimit është e rëndësishme sepse në bazë të lagështirës krijon dhe brumat e ndryshëm, domepore të mëdha, domepore më të vogla, domepore të një trajtshme. Kjo është pjesë e hidratimit, që është një pjesë shumë domethënëse dhe shumë thelbësore për llojet e bukëve dhe për bukën. Pastaj brumi hidhet në bangon e punës, lihet për disa minuta që të të fillojë të aktivizohet më saktë me rregullsinë e saj faza e parë e glutenit, e majas punon me brumin, më thënë ardhjen e punimit glutenit. Është pak minuta, 10 minuta në çerekore, në varësi të llojit të bukës që duam. Procesi i dytë është prerja e bukës dhe
bërja, formimi i bukës janë në trumbullakta, ovale ose baketi, në thënë bukë të gjata. Procesi i jashtëm është procesi fermentimit në dhomën e fermentimit ose dhe jashtë e mbuluar me ropë ose me diçka tjetër, se edhe ajo varet në kohë, jep mundësi kohëzgjatja fermentimit, jep shije bukës. Jep një shije më të veçantë. Sa më të zgjas, më shumë të zgjas fermentimi, aq më shije. Basardhjes të bukës, domethënë në dhomën e saj që zgjat, koha e fermentimit zgjat 1 orë deri në 4 orë, dhe kjo në varësi të llojit të bukës që duhet të bëjmë, e ka radhën pjekja. Pjekja normalisht në varësi, si rregull e ka 220-250 gradë, megjithatë në varësi të furrit, të lartësisë së furrit atë mund të shkojë edhe më poshtë 210 me që temperatura rrihet shumë më shpejt. Edhe faza e fundit është mbas ftojës, daljes në furri buka, është faza e ftojës dhe e prerjes. Minimalisht duhet të rrit 30 minuta buka mbas në ambient normal, të ftohet, pastaj të prihet, sepse nëse do të ketë akoma temperaturën brenda tulit bukës, gjatë prerjes do të shëmtohet, do të prishet, ajo do të mblidhet, edhe do të duket shumë keq. Ne tani jemi dhe në periudhë festash. Çfarë preferojnë më shumë? Klientët në rast se feste gjithmonë preferojnë bukët si më speciale, për shembull focaccia, që ne bëjmë jo me ullin, jo me djath, jo me kështu. Integrale po nuk diskutohet, ëmbëlsira është pjesë e dezit, siç folëm më parë, nuk diskutohet që kryesisht ato zëmbëndin e parë për festa, domethënë në bazë kërkesave të shitjeve dhe të klientëve. Po buka që preferohet më shumë, nga llojet e bukës që bëjmë? Normale buka që preferohet më shumë është buka e fshatit ose frangjolla, që është një bukë shumë e mirë, bukë përditshme, edhe është ajo dhe ndoshta edhe me ekonomikja në kështu, sepse ka një proces, jo se ka ndryshon, se edhe ajo neve këtu e bëjmë ka 3 lloj mjellrash, do thënë përbet nga 3 lloj mjellrash frangjolla. Madje neve nuk kemi asnjë lloj buke me një lloj mjelli. Të paktën janë 2 lloj mjellrash dhe lart. Por që është një bukë e përditshme, është një bukë ovale, është një bukë që pritet dhe feta konsumohet, është më e kënaqshme, më thjesht, më komode ndoshta, mund ta them si frangjolla. Kështu që ajo është zëvendin e parë. Pastaj buke fshatit kuptohet, integrali, athegra, po që frangjolla është. Klientët mund të gjejnë dhe kulaçin e vitit të ri. Patjetër dhe kulaçin e vitit të ri me porosi, madje edhe në gramaturë çfarë peshë duan, çfarë marrësie, se varet sa do përdorin ose sa pjesëtar ka familja që do të bëjnë psheshin e vitit të ri të pulës detit ose të kaposhit detit. Sikurse edhe thamë edhe më para, porosit janë të mirëpritur klientët që për çdo porosi që të kenë, kulaç, ëmbëlsira, baklava, kadaif, shëndetëlli, ekmek, që i bën dezit të shkëlqyer fare. Faleminderit dhe gëzuar festat e fundvitit, e dhurojmë shëndet e mbarësi për çdo, për të gjithë.